këto qytetarët këtu, familjar, shtrese mesme, të rinj, njerëz me parti pa parti, ka 24 ditë që protestojnë këtu në shesh. Po 2 ditë të fundit kanë qenë pre e sulmeve të pashoqe nga ana e atij që sot i kërkojnë ndërheqjen kryeministit Nikje të Shqipërisë. Bullizimi, sulmet, anatemimi, fakti që ai është marrë me secilin prej tyre në stilin komunist, ashtu siç vetëm të partë e tij din të merren, e ka bërë qesharake edhe betejën që socialistët kanë me sheshin, e ka bërë qesharake edhe kauzën që ato po mbrojnë. Qytetarët kanë 24 ditë që kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit, që kërkojnë gjëra të thjeshta, ndryshimin e sistemit, që kërkojnë pensione më të larta, që kërkojnë mundësi këtu që mos largohen. E kryeministri çfarë bën? I etiketon një nga një e fillon i shan. Në fakt janë zgjuar nga gjumi 2 ditë të fundit edhe shumë deputet socialistë që s'kan folur për 3 javë me radhë, e kanë filluar dhe ato të kërkojnë dinjitetin. Po dinjiteti është këtu në shesh. Dinjitetin sot qytetarët e kërkojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre, e kërkojnë për të ndryshuar modelin me cilën Shqipëria është duke ecur përpara, e kërkojnë me 3 ligje të thjeshta për të anulluar, e kërkojnë me qeveri teknike, e kërkojnë me ndërheqjen e Edi Ramës. Kjo është gjëja më e zgjuar që mund të bëjë një kryeministër. Po stili komunist, patronazhimi, etiketimi i secilit që mendon ndryshe, sulmi, vendosja fletrufeve, është ajo që ato din të bëjnë. Qytetarët janë këtu, do vazhdojnë të jenë këtu, do të jenë këtu edhe nesër më shumë, do të triten edhe në një protestë kombëtare, sepse ato kërkojnë gjëra të thjeshta. Nuk kërkojnë pushtetin e tyre, nuk kërkojnë as të mbrojnë pushtetin e tyre siç po bëjnë sot nga kulla e kontrollit qeveria. Ato kërkojnë një të ardhme më të mirë për fëmijët e tyre, kërkojnë të ndryshojë modeli e sistemit socialist i 13 viteve të fundit.